Pas vërshimeve të para 2 ditëve, situata e rënduar vazhdon të jetë edhe në Kërçov, ku një numër i madh i banorëve të lagjes Prilepska vazhdojnë të qëndrojnë jashtë shtëpive të tyre. Kërkojnë ndihmën e qeverisë për të sanuar shtëpitë e tyre, ose në të kundërtën do të mbesim në rrugë, thonë banorët. Nëse na ndihmon qeveria, mirë do të ishte, por edhe social. Jemi me njerëz të sëmur me fëmijë. Mu lajmërua vëllai, se po të mos më kishte thirrur vëllai, do të mbyteshim të gjithë familja. Uji tash ka hyrë deri në kulm. S'kemi zgjidhje, s'mundemi në këto shtëpi. Apeloj qeverinë, komunën, që të na gjejnë zgjidhje sepse nuk kemi ku të shkojmë. Gjithçka ndodhi shumë shpejt, mezi hoqëm diçka makinat nga garazhit, pata çizmet e gjata, dolëm menjëherë, shumë keq. Më shumë se 30 shtëpi janë vërshuar. Banorët që po qëndrojnë në sallën e sportit kërkojnë nga komuna dhe qeveria t'ju sigurojnë banesa sociale që të mos rrezikojnë jetët. Duam t'i marrim banesat sociale më sepse gjitha dhomat më janë shkatruar, kam frikë të kthehem. Kërkoj nga këtu që të vendosem diku, sepse po nuk më dhanë banesë, nuk dalim nga salla. Ja, këto numra që na janë dhënë për banesat i kemi paguar nga 100 euro vetëm dokumentet. Le të bëjmë diçka gjithë që jemi këtu, të na vendosin në banesa, s'kemi ku të shkojmë ne. Që prej 3 ditësh, komuna dhe Kryqi i Kuq janë duke siguruar nevojat për të evakuarit. Siguruam gjitha nevojat e që i kishim në dispozicion. Batanie, ushqim, ujë, shujta të ngrohta që sa më lehtë ta kalojnë. Ky aksion do të vazhdojë, por edhe pastrimi derisa lumi nuk bie në nivelin e para 13 viteve. Nga komuna kam parlemëruar fillimin e punimeve për pastrimin e shtratit të lumit, që është edhe fajtori kryesor për vërshimet e si vjetme në Kërçov.